Rreshjet e dendura të shiut, të cilat prekën qytetin, por edhe situata as pak e favorshme e kushteve klimatike, kanë bërë që në Bregdetin e Vlorës të konstatohet një ndotje tej normave të lejuara. Si rrjedhoi e rreshjeve, prurjeve nga kanalet kulluese dhe nga deti Adriatik, por edhe erës së fortë bregdetare, në Bregdetin e Vlorës përfunduan me 10 mbeturina. Mbeturina këto kryesisht me materiale plastike, por edhe gur të shumt apo mbetje inerte. Nuk mungon në Bregdet as degët e pemës apo pjesë të thyera nga trungjet, të cilat u dëmtuan nga moti i keq. Kjo gjë bëri që në lungomare, mbeturinat që u depozituan aty gjatë ditëve me rreshje të ishin në sasi të konsiderueshme. Mbas përfundimit të rreshjeve, ndikuar edhe nga situata që u konstatua në Bregdet, ndërmarrjet në varësi të Bashkisë së Vlorës janë angazhuar për pastrimin e bregut të detit nga mbeturinat. Punonjës të ndërmarrjes së pastrimit përgjatë kësaj të hëne ka nisur një aksion të përgjithshëm për pastrimin e një ndër pjesëve më të ndotura nga mbeturinat këtë të hënë në Vlorë, si rrjedhoi e moti të keq. Punonjësit kanë nisur pastrimin e Bregdetit nga mbetjet e shumta inerte, mbeturinat plastike dhe veçanërisht trungjet apo degët e pemëve që kishin përfunduar aty. Gjithashtu, në aksionin e pastrimit në lungomare është angazhuar edhe automjeti specializuar për plugimin e rërës, por edhe pastrimin e shumë mbeturinave që gjenden aty. Mjeti ndërmarrjes së pastrimit ka vijuar aksionin përgjatë gjithë Bregdetit të lungomares për të bërë të mundur plugimin e rërës së detit, por edhe nxjerrjes, largimit preandej të shumë mbeturinave. Siç edhe u konstatua, vihet re një prezencë e lartë e mbetjeve inerte, gurët në Bregdet, të cilët u larguan. Por gjithashtu dhe një sasi e konsiderueshme e mbetjeve prej druri që përfunduan ditët me rreshje në lungomare. Siç mësohet mbas përfundimit të aksionit të pastrimit në zonën e lungomares, ndërmarrja e pastrimit do të vijojë po të njëjtin aksion edhe në plazhin e vjetër si dhe në Zvërnec. Dy Bregdetet e tjera të qytetit, në të cilat konstatohet e njëjta problematik mbas ditëve me rreshje të dendura shiu.